Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Lidhur me trojën nga Zoti dhe rëndësinë të punuarit për botën tjetër. Lëvduar qoftë ai që e pason lëvdatën me bujari e bujarin me mirënjohje. Lëvduar qoftë ai për dhuratat që na bën sprovat ku na fut. E duam ndihmën e tij për të na ruajtur nga zemra që u bindet gjërave të urdhëruara me ngathtësi dhe gjërave që duhen shmangur me shpejtësi. E duam ndjesën e tij për atë që mbulon dije e tij e ruhet në dokumentin e tij, i cili s'lë jashtë asnjë njohuri e s'ka asnjë mungesë. Besojmë në Zotin me besimin e atij që e ka parë të panjohurën dhe e ka marrë dhuratën e premtuar, si dhe me besimin që dëbon çdo dyshim, me fuqinë e tij bindëse e largon me pastërtinë e tij çdo besim në shok të Zotit. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër përveç Zotit, si i vetëm që s'ka partner. Dëshmojmë se Muhamedi është shërbëtori i profetit të tij. Zoti e bekoft atë dhe pasardhësit e tij. Këto janë dëshmitë që lartësojnë vlerat e fjalës dhe shtojnë vrullin e veprimit. Balanca ku ato vihen nuk bëhet më e lehtë dhe balanca nga ato hiqen nuk bëhet më e rëndë.